Anti-universi, wow, bukur. Ekziston anti-universi. Normalisht, nëse do mendoj që përbëhet nga anti-lënda, ndoshta po. Pse ne ekzistojmë? Normalisht ne jemi thjesht rezultat i lëndës dhe energjisë e cila i ka mbijetuar kohës. Kjo është përgjigje thjesht, jo ajo që përshëndetje. Ku kam bërë bachelor electronics engineering. Masteri gjithmonë duhet një gjë specifike që ju tërheq me vërtet. Çfarë ke qejf normalisht gjatë gjithë viteve që ke bërë këtë elektronikën, çfarë ka pëlqyer më shumë te kjo fushë? Aty mundohet të përqendrohesh shumë. Çfarë ka pëlqyer kur e marr me elektronikë, me qarqet, me energjinë që ka kaluar këto qarqe, me pjesët e vogla të saj, duhet me u përqendru mirë në atë që ti ke që të tërheq më shumë në të fish. Organizat terroriste të zhvillojnë armë bërthamore më vete. Unë e di që to terroristët kanë shumë lek, normalisht kanë fonde të mira, por që shkoj direkt e prodhimi i bombës atomike, sa ajo kërkon ca fabrika, ca ndërtime, uzina e kështu janë gjigante dhe normalisht është pak e vështirë në fakt. Po terroristët e kanë më kollaj të vjedhin bombat atomike se sa ti provojnë vetë. Është më e thjeshtë. Alienët ekzistojnë dhe mundësia më e madhe që nga kontakti i parë me alienët mund të ishte edhe pushtimi. Normalisht alienët mund të na pushtojnë, mundësia e alienëve që të na pushtojnë është më e madhe se sa një takim i bukur kështu, siç mendojmë neve normalisht. Ka kushte, po nuk është se kanë dhaq kushte normalisht këto. E shoh që Amerika nuk pasa kushte të mjaftueshme për shy zjarrin. Si e kanë dhaq taft? Era fort, dakord, po me këtë katastrofë që u bë normalisht është çik problem. Atë se ngalasohet kur lëvizim me shpejtësinë. Kur lëvizim me shpejtësinë e dritës, koha ndalon fare. Shpejt hapësira shkurtohet në limit, nuk ka më hapësirë. Hapësira shkon në 0, largësia shkon 0, nuk ka më hapësirë dhe koha ndalon. Kur ecë me shpejtësinë e dritës. Kur i afrohesh, koha ngadalsohet. Shpejtësia shkurtohet, distanca shkurtohet. Çfarë është ligimansia? Ligimansia, nuk e di këtë ligimansia, hera pa që një gjë. Ndalon koha, po, dhe dakord. Po, pse sa po vjen dhe koha po ikën më shumë shpejt? Normalisht kjo është koha psikologjike në këtë rast, që çdo gjë bëhet më vështirë rrotullnesht, gjithë lëvizjen, aktiviteti më i madh, në vështohet numri i popullsisë, punohet më shumë rrotullnesht dhe neve duhet të marrim një ritëm me të tjerët. Po nuk ka më 3-4 njerëz, po ka 30 njerëz rrotullnesht, që ecin shumë më shpejt dhe ne na duhet të paraprim këtyre njerëzve të tjerë, të jemi në një hap me të tjerët. Edhe normalisht nuk kemi kohë, normalisht, është efekt psikologjik. Hapin ambasadë në planetin ton alienët. Normalisht të vini herë, pastaj do hapin ambasada, patjetër. Kur do jetë fundi i botës? Normalisht fundi i kësaj bote që njohim ne do jetë atëherë kur universi të zgjerohet në ekstrem, ku s'do ketë më asnjë lloj lënde normalisht siç e njohim ne sot. Ftohja e madhe quhet. Po e kalon shpejtësinë e dritës, i bie të ecim mbrapa në kohë. Po njëkohësisht mund dalim nga universi jon. Dalim jashtë frymëzes në cilën jemi ne. Sa bona një postim për piramidën, e kam shpjeguar. Nuk do të harxoj kohë tash, do ta flasim mbrapa piramidën. Se e di që gjithmonë bëni pyetje për piramidën, kështu që sa po e hodha ai po e hodha, ë? Se ka dalë. Po i vën titra, nuk e di, më thoni një llaf, a duhet i vej titra videos apo jo? Du di nga ju, unë nuk jam dakord që të vej, domethënë nga një video të shkurtër po. Jeni dakord vej titra ke videos apo jo? Nuk e di. Domethënë, unë thashë ishte hedh, video, po ja është duke u vënë titrat, atë kështu që normalisht se menaxhera ime është shumë e famshme, normalisht i vën titra etj. Nga njëri vje dhe unë, po thë njerëz shumicë. Janë të qarta, nuk ka nevojë për titra, thot një tjetër. Vej titra se është më mirë, thot një tjetër. Fundi i kësaj qeverie, normalisht i gjithë qeverive do vi kur të krijohet një bashkim shtetesh. Normalisht Amerika e ka testuar këtë, e ka Bashkësia e Shtetet e Bashkuara, normalisht Evropa bëni një provë me Evropa e Bashkuar, po tentohet bashkohen shtetet, po e mira që të zhduket fare këto qeveri e veçanta që janë shumë problematike.
alienët, normalisht alienët do kenë një sistem jo socialist, jo komunist, socialist. Ky është sistemi më normal që mund të ketë një çdo lloj qytetërimi. Sistem socialist. Qytetërimi, thjesht fjala qytetërim është bashkim, është socializëm, është grup. Nuk mund të jetë imperializëm ose kështu demokraci ekstreme. Pastaj e fillon në kaos pastaj. Po e kam thënë shumë herë këtë punën e pse ka alien, sepse alienët janë ngjashëm me neve. Janë shumë, domethënë, derisa jemi neve, pse mos ketë të tjerë. Nuk duhet hiq kjo idea e egocentrizmit, ë, zhdukeni kët. Nuk duhet hiq kjo ide, është gabim domosht. Normalisht do marrë domethënë flet me gjuhën e vet, kur shef Zotin. Ka dhe ai një informacionet e veta. Do marrë normalisht ne kemi marrë për punë dhe në qym atë që punon, që bulllan normalisht. Po do marrë nuk është më pak inteligjencë se kafshët e tjera. Pak a shumë aty domosht. Nuk na kam vizituar alienët jo, deri në sot jo. Në planetet e afërme ndoshta ka ke satelitë e Jupiterit e Saturnit. Ndoshta atje. Thyrja e kohës. Thyrja e kohës do mund të thyet rruga e ecjes kohës, të ketë thyrje. Normalisht i bie që të ndryshosh rrjedhën e kohës. Ndryshim rrjedhën e kohës normalisht. Po çdo veprim i joni bën atë që ndryshon të ardhmen, çdo veprim që bëjmë neve. Edhe lëvizja e dorës ndryshon të ardhmen. Po janë gjithë parashikuara, nuk ka asnjë gjë jashtë normales. Real, përshkrimi i universit nuk është se është aq real. Përshkrimi i universit nga Kurani është një mënyrë të pari. Nuk shohim asnjë lloj shenje jete dhe pse shohim kaq shumë larg. Shohim larg, po sa më larg aq më keq shohim. Normalisht nuk është se shohim tamam larg, domethënë. Po paradoksi i fermit normalisht. Për fizikë ka marrë për fizikë. Njeriu e ka përardhur nga kafshët. Multidimensionet. Normalisht natyra ka pafund dimensione. Mund bëhet një postim për dimensionet, normalisht. Po ka një postim gati, sipas një kërkese që kam bërë për natyrën e lëndës, Grims apo val, apo dhe val. Do bëj këtë postim tash. E ka radhën domosdoshmë, sipas kërkesave të mesazheve që më vijnë privat, do bëj këtë mesazh. Do bëj një për valët, vetëm për valët, e kam bërë gati në fakt. Nëse çaj Mariana jo, nuk është fundi i botës. Toka çaj gjithkohës, gjithmonë është çaj, male, kodra, gremina, humnera janë bashku prap. To janë lëvizje normale, s'ka fund botë për atë. Është gjë e vogël. Bota toka është shumë më e madhe se sa një çarje mikroskopike. Zbërthimi teologjik i bukur, lezetshëm, shumë i bukur, shumë i bukur. Është mënyra se si e koncepton bukur. Duhen këto lloj menimesh, bashkim menimesh, mënyra të parë, këndvështrime të veçanta. Që në të hamë të shpiket një makinë kohë, po, them se po. Kafsh, pse nuk kemi kafsh? Janë për evolucionin, 100%. Dhe kur thash, dhe ke mesazhi i fundit, ke postimi i fundit që konstantet fizike përfshin çdo gjë në univers. Jo vetëm gjërat e gjalla, po dhe gurët, edhe natyrën e çdo lloj grimse që ekziston apo hapësira dhe kohë, normalisht ka evolucion nga cepi në cep në univers. Gjithë universin pa limit. Vëma krimi thjesht shkurton hapësirën midis dy pikave të caktuara. Shkurton distancën në distancën e hapësirë-kohës, jo hapësirës, e hapësirë-kohës. Pse jam rënë dërgjes? Ku jam rënë unë? Mund t'jem, po, ku? Po pse evolucioni atëherë je komunist? S'pun ka komunizmi me evolucionin? S'pun ka komunizmi ka qenë kundra fesë me qëllim që njeriu mos bëhej i pavarur nga shteti dhe e bëri veten e vet fe. Ja, domethënë edhe që të hiqte fen, komunizmi futi evolucionin. Por jo se donte evolucion komunizmi. Komunizmi nuk e ka pas fare të rëndësishme teorinë e evolucionit. Thjesht do të hiqte fen nga njeriu. Se s'do të feja i tjetër përveç vetes vet. Ishte jam mu fe thotë.
dhe futi evolucionin si një armik të fesë. Nuk kërse komunizmi ishte pro evolucionit, as ja kishte idenë e evolucionit. Komunizmi nuk e ka pas idenë as shkencës, as një lloj gjoje. Tu flitet për evolucion të pastër, evolucion shkencor. Do aneksoj, normalisht mirë e bën që ta aneksoj Kanadan edhe Grenlandën. Shpun ka Amerika me të mbaj në kurriz shtetet tjera, normalisht. Ndërsa Kanada e thot vetes shtet, shpun ka që të jetë në kurrizin e tjerëve, normalisht. Si ka përgjithë nuk evolucion, ndonjë gjallësë në planetet tjera pas kaq shumë kohës. Ka dhe në planetet tjera evolucioni, po ka. Ka, po ne nuk i kemi pa akoma. Domethënë nuk kemi kushtet mjetet e duhura. Komunizmi thoshte feja është opium për popullin, po normalisht o me mu thot, o me komunizmin, me politikanët komunist, ose me fen. Normalisht nuk mund të jetë të dyja. Kam studiu për fizik. Për shkencë, normalisht studioj gjatë jetës, po them më parë. Hapësira lakohet me anën e trupave, lëndës. Koha ekziston se për shkak se ekziston koha dhe hapësira, ne kuptojmë fenomenin e ngjarjes. Energji mbovis, jo, nuk e di këtë ç'është kjo. Komunikimi do jetë si do jetë komunikimi mas 30 viteve. Normalisht pak a shumë do jetë si tashti, por do jetë më i përhap, më i thjeshtë, më kollajshëm. Nuk do jenë më këto kufizimet, jo do kufizojmë TikTokun, jo do kufizojmë te, do kemi mundësi të arrijmë më shumë njerëz se që arrijmë sot. Kjo ndodh, kjo është gjithë. Deti është në nivel, po. Por kuptimi i nivelit nuk është kuptimi një vije të drejtë, po i kuptimi një rrethi. Një largësie nga fikse nga qendra. Qendra e tokës. Nuk ka asnjë univers ku koha ecën mbrapsht, jo. Është paradoks, normalisht. Të gjithë universitet ecin me kohën normale. Për vajtën e njeriu në hënë them që ka shku, për firmamentin është thjesht një ide, nuk është real. Asteroidët nuk përplasen shpesh në Antarktik, jo. Me makinë kohë do të kthehemi, normalisht, por nuk është bërë akoma. Është i banueshëm, Kepler 54 nuk e di këtë planet konkretisht, por që ka shumë planete që mund të jenë të banueshëm. Faleminderit. Guximi, gjumi i Bernik, a do të zgjohen pas 200 vitesh ata persona? Po, do çohen e no faleminderit. Njerëzit që janë futur në gjumë kibernetik, domethënë që janë të smurë, kështu anë presin kur bëhen ato ilaçet e tjera, ato do çohen. Megjithatë teknikat e të çuarit nga gjumi, të kthehet trupi mbrapsht, janë pak jemi pak mbrapa sot, por në të ardhmen do bëhen, do arrihet që të zgjohen nga gjumi. Kulmi, fundi i njerëzimit mund vi nga lloj faktorësh, janë 5 faktorë që janë më të rrezikshëm normalisht. Jo, se jam larë asë jenë të atërtit. është sa flitet... E vërtet është për tonin, po, për tonin është e vërtet, është një vrimë e madhe gjigande, vrimë e zezë, po. Ka, pa tjetër që ka planetet me oksigen, po, pa tjetër. Bioteknologjia mund të zëvendësojë organet jetësore, po. Bioteknologjia ka nisë të zëvendësojë organet njerëzore. Bimët nuk kanë sy. Nuk mund themi se kanë shqisa. Nuk kanë shqisa, kanë më shumë mund themi që kanë shqisën e lëkurës vetëm. Vetëm një shqisë. Reagojnë nëpërmjet kësaj shqise. Alien ka, po. Sa planete kanë gjallësa në një univers të pafundëm, ka pafund planete, duke qenë se ka pafund planete, sa do pak gjallësa të ketë në një planet, në disa planete, sa do e vogël të përqindja e gjallësave, prap gjallësa ka e bit të ketë pafund. Njerëzit në Mars normalisht për 10-20 vjet mund të shkojnë në Mars. Ne do ta arrijmë kështu ditë. Do ta shohim live
Dhe gjë e bukur. Për Tanglementin, po patjetër do është një rrugë shumë është e ardhmja. Është e ardhmja. Po kalove nëpërmjet Vrimës Zezë dhe je akoma, normalisht nuk kalon dot, po themi nëse kalon, shkon në univers tjetër. Po duhet të ecësh më shpejt se shpejtësia e dritës. Vetëm atëherë arrin të shkosh në univers tjetër. Të kalosh. Kalon vetëm po ecë më shpejt se drita. Normalisht deri sot. Sa larg është ylli nga toka, sa vite? Vite dritë, domethënë. Sa larg është ylli nga toka? Normalisht varet çaj ylli, po më i afërt është 4.3 vite dritë larg. Nuk besoj të aq më pak në magji. Ka pa fund universitet e tjera. Universitetet e tjera janë brenda Vrimave të Zeza. Siç jemi dhe në emrin në një vrimë zeze tjetër, për një univers jashtë nesh. Nibiruja nuk është gjet. Jo më që thuhet që po afrohet. Nuk është gjet akoma si. Unë nuk besoj në asgjë. As në shkencë nuk besoj, jo më. Duhen një 6 muaj, 7 muaj. Ndoshta kur bëhemi marr mund na duhen 5 muaj për shku. Magji nuk e shpjegoj, nuk kam sa të shpjegoj, është thjesht dukuri që ne nuk i njohim se pse ndodhin. Edhe i themi magji. Kaq. Nuk besoj bota spirituale nuk ekziston. Ekziston psikologjikisht, po jo realisht. Jam pralla po. Panim, që është kjo panim, nuk e di. Pse nuk shkojmë dot nga sot? Normalisht shpirti i njeriu nuk është se ekziston që të vdesi normalisht, domethënë shpirti ne e themi thjesht një sistemi referimi vetes tonë, domethënë. Nuk është se është real. Sistemi referimi nuk është gjë reale. Pyetje njerëz çfarë lidhje ke? Fantazma jo, normalisht. Çfarë do them unë? Pa fakte s'mund të ketë. Unë kam pa një herë, kam qenë natën duke ecën mbi xhepë. Shi sa çuditëra ka që shef njeriu, edhe unë kam pa i çudi. Ka qenë një herë, njeriu kujton se ka shpirt dhe normalisht shpirti thotë personit vetes vet, jo se kjo sistemi të referimit. Sistemi i referimit, vetja ime nuk është gjë, nuk është objekt, as energji. Është thjesht një pikë reference që kam unë. Kaq. Ç'ishte kjo? Lufta e tretë nuk është se doja nisi, po normalisht lufta e tretë, si thosh, është një luftë e përgjithshme në gjithë botën. Dhe kjo është lufta e tretë. Kjo, lufta që skuptohet që a mund të udhëtojmë më shpejt se drita? Normalisht për momentin jo, por mundësia është. Einstein thotë që asgjë s'mund të ecë më shpejt se drita, por nëse ne bëjmë devijime nga rruga normale, mund të ecë më shpejt se drita. Universe paralele kështu me këto çuditëra jo. Këto paralelizma jo. Jo paralele në hapësirë, po paralel në kohë. Paralelisht në kohë, po ekziston një univers tjetër, në Vrimën e Zezë. Normalisht. Përshëndetje, Vladimir. Ku janë faktet paralel, ja ku jemi ne. Ky është fakti më i mirë që ekzistojnë alenët normalisht. Çfarë janë alenët? Që ne gjalla në një planet. Ja ku jemi ne. Universi e formoka që në gjallë. Me ligjet e fizikës, me grimca, me lëndë, me këto tjera, e formoka gjën e gjallë. Atë, derisa ka shumë planete tjera, po çamet shumë, do ketë patjetër domethënë edhe tjerë si puna jon. Normalisht në hën kemi shku.
që të arrije në këtë fushë, të gjeja të gjitha përgjigjet që unë e pyetjeve që kam, normalisht. Pas 10 viteve do kemi bërë disa zhvillime, po jo shumë mëdha, po do kemi hec pak. Më shumë në procesin e komunikimit e tjerë. Por do kemi më shumë probleme normalisht. Do kemi më shumë probleme sociale. Domethënë, me ç'kemi parë gjatë viteve në vazhdim, po të shohim shifrat, grafikët e tjera, problemet rriten në shtohen sociale, ëh. Domethënë, rriten shumë. Teknologjia ecët dhe pak a shumë i bën ballë deri diku këtyre, por normalisht to problemet po rriten, problemet sociale po rriten shumë. Normalisht Apollo 13 kishte probleme në bord. Ka dalë film shumë i bukur Apollo 13, e ka emrin Apollo 13, film fantastik që e shpjegon me hapa çka ndodh. Çka kanë bërë njerëzit shkencëtarët në astronautët atje dhe njerëzit shkencëtarët në tokë, inxhinierët atje, si mendon se ka për të avancuar teknologjia për 25 vjet. Normalisht teknologjia do avancojë, do kemi anije kozmike do ikim më kollaj në hapësirë, normalisht do ulet çmimi i hapësirës, do ulet çmimi i lëvizjes nëpër qytete, nëpër shtete, do ikim më shpejt, po jo shumë më shpejt, po do ikim më shpejt, më shpejt do ikim. Po jo nga diçka e madhe, domethënë. Mendoni që është bërë për shembull 2 mishin dhe sot. Çfarë ndryshimi ka? Ka disa. Nafta do bie, do ketë, s'do ketë naftë, nuk do ketë naftë në përdorim normalisht. Rezerva do ketë, po domethënë shumë makina do jenë me bateri ose me formatierë energjie. Nuk ka domosdoshmërisht alen oqeane, kështu çuditërash. Tu thoya po varet se ku dush, po patjetër është gjë shumë e mirë, shumë e bukur. Tu thosh me shpejtësinë e dritës, normalisht është një gjë pa arritshme. Përshëndetje Valentin Fëmijë. Me ujë e kam bërë dhe me ujë normalisht po. Nafta do rritet, por domethënë përdorimi në masë, domethënë do ketë më shumë makina me kështu me baterie, me ndoshta formatierë energjie. Dhe s'do ketë shumë makina me naftë. Megjithëse nafta mund të ketë çmim më të lartë gjithmonë, normalisht. Se këtu në Kanada çmimi rritet i naftës, por edhe ulet. Rritet dhe ulet. Ka qenë gati $2 për kilogram, sot ka shkuar 1.5. Edhe rritet edhe ulet. Kurse në Shqipëri po u rrit, nuk ulet më. Jo vetëm nafta, por asgjë tjetër. Deti është 95% i pazbuluar, por ne kemi parë, nuk është se kemi parë vetëm 5%, po kemi pa 5% në gjithë detin. Domethënë, si thosh, i kemi hedhur një sy të shpejt gjithë oqeanit, sipër e poshtë. Por nuk është se me këtë neve themi që nuk ka, por nuk mund të ketë. Është ideja këtu. Sepse bën fëmijë dhe kanë qumësh normalisht, balenat. Normalisht. Pra ne quajmë mamal. Mamal është qumshi. Kryesisht. Robotët marrin kontrollin e tokës? Ja. Ja. Por ato mund ta marrin kontrollin e tokës, ndoshta përkohësisht, në kohën që roboti do jetë njësoj si njeriu, me drejta të barabarta. Atëherë mund ta ketë njeriu kontrollin e botës, mund ta ketë roboti, nuk ka dallim, nuk ka, do jetë normale. Por nuk do ketë kështu tipi Terminator normalisht, kështu jo. A ka ekzistuar Homo sapiensis para 300.000 vitesh? Po, patjetër, 300.000 vite janë gjithë shumë. Po, Homo sapiensis domosdoshmërisht ka pas domosdoshmërisht njeriu, që u quhet njeri, ka qenë 2-3 milion vjet përpara. Njeriu do bëhet i përjetshëm, po. Kjo është e sigurt. Shkenca shumë mrapa, po shumë mrapa shumë është. Shumë mrapa është domosdoshmërisht njeriu. Me shkencën. Është e limituar vetëm në kohë. Ka limit kufi vetëm ke koha, nuk ka asnjë limit tjetër shkenca. Vetëm ke koha. As ke aftësia jon e mendimeve. Sot kemi ndenjë në hënë. Kemi ndenjë në hënë, domosdoshmërisht një kohë shumë të shkurtër, punë njëri do të bëhet. Po ndoshta mas 20 vitesh, në 30 vitesh, të filloj hapat e parë të rritjes së jetësisë njeriu.
Jo, nuk është e vërtetë që arrin atë ashtu. Jo. Ndalon koha, normalisht po të ecësh me shpejtësinë e dritës. Se koha dhe hapësira nuk kanë më kuptim, po ecë me shpejtësinë e dritës. Koha ndalon në 0, hapësira bëhet 0, dhe ti praktikisht po e je me shpejtësinë e dritës, ti nuk ecën më. Nuk ecën më. Në moment arrin destinacion. Njeriu gjithmonë në memorien e vet përzgjedh mendimet e veta. Nuk është se fut memorie pafund. Përzgjedh. Për shembull, mendimet e mia për kur kam qenë i vogël janë paksu në masë, por janë përzgjedh. Dhe unë në moshën që kam qenë i vogël, unë më mend gjëra, detaje gjithmonë më të rëndësishme, më pak informacion dhe më plus që truri ka memorie plot. Nuk është se unë kam më pak mendime. Unë nuk është se kam mendime më pak sot se ç'kisha më përpara, sepse s'kam vend në tru. Në vend kam tru plot. Por truri funksionon. Ka apo s'ka memorie, hapësirë, truri funksionon kështu me përzgjedhje informacionesh, e përzgjedh gjithmonë më shumë informacion. E pakson si sasi dhe zgjedh atë mërmaklit, atë koncentratin, ekstraktin. Gjithmonë, kështu funksionon normalisht. Përqendrimi i trurit duhet trajnuar? Po. Mund të arrisim përqendrimin e trurit, po. Me trajnim, po. Ka ushtrime normalisht psikologjike që rrisin trurin, mendimin, mënyrën e mendimit, përqendrimin, memorien, gjitha. Dielli është shumë i nxehtë, jo i ftohtë, që ato ftohtë. Mund të jetë dielli i ftohtë. Asgjë në univers, asgjë e ftohtë nuk do sa më e nxehtë të objekti, aq më shumë ndriçon. Nuk ka asgjë në univers që ndriçon dhe është e ftohtë. Kjo nuk nop. Drita, energjia është nxehtësi. Energji, nxehtësi, nga vetë fjala. Po nuk kanë shku se nuk kanë pas interes. Tash do të vazhdojnë shkojnë. Dielli është i ftohtë, unë dha shpjegim për këtë, po vrima e zezë është shumë e ftohtë. Vrima e zezë është e ftohtë shumë. Nuk është gati ke 0 kelvin, jo 0, po më shumë, më e ngrohtë. Vrimat e zezë janë shumë ftohta. Arritja më e madhe që nuk ka bën shkencë është më e rëndësishme sot është një teoria e relativitetit për punë e kohës, që është relative, dhe teoria kuantike. Këto dyja janë. Megjithëse teoria kuantike është e përkohshme, do të zëvendësohet shpejt me një teori tjetër, por është më e mira që kemi sot. Avioni, kjo është arritje teknologjike. Avioni është gjë e mirë shumë. Po, zbulimi i 1000 vjeçarit, zbulimi teknologjik i 1000 vjeçarit është cilësu shtypshkronja. Jo, planete ka më shumë se djej. Unë nuk besoj, jo aq më pak në krijim. Rrota ka qenë një nga zbulimet normalisht, po, më të rëndësishme normalisht. Më të rëndësishme rrota. Rrota ka përparu njeriu shumë që kur u zbulu normalisht. Unë kam bërë një postim në gjithë rrjetet sociale për punën e vdekjes, si ndodh me njeriu në momentin e vdekjes. Dhe praktikisht shifni postimin me teorinë e Einsteinit, normalisht praktikisht njeriu nuk vdes. Varet se çfarë, por njeriu në farë mënyre, neve, mendja jon nuk vdes. Kjo është teoria ime, nuk është. Por që dëgjoni postimin dhe i lini koment. Çfarë më thoni ju? Ajo është një efekt, kam harruar emrin atë efektit unë. Është një efekt i një shkencëtare që ka studiuar këtë dhe sot është e panjohur normalisht realisht se pse ajo bën dritë. Normalisht. Fluska. Mu më duhet hiki për 10 minuta. Fikemi si drita, normalisht ashtu është. Ne avash avash ndërsa plakemi, pjesë tona vdesin. Humbin derisa ne kur vin momentin e fundit. Por realisht ndryshon dhe koha, ndërkohë që ne plakemi. Dhe këtu është gjëja e bukur që unë kam bërë ke postimi. Ka lente që quhen H alfa.
Janë 3 lloje lentesh. Më e rëndësishme është H alfa. Ka dhe një me potasium, është një lente tjetër që bllokon shef ato vijat e potasiumit, edhe janë 3 lloje lentesh. Normalisht që shërbejnë për të parë diellin, por më e bukur është kjo H alfa. Shef vijat e thithjes së energjisë tek hidrogjeni. Në Bashkuar Kanada dhe Amerikën. Kanada dhe Amerikën gjithmonë ka qenë bashkë, po puna është se Trumpi nuk është dakord tash. Edhe për mendimin tim ka drejt. Shpirti është sistemi referimi që kemi neve për veten tonë. Ky është shpirti. Do të normalisht kur ne nuk kemi më sistem referimi, shpirti, ajo që gjym ne shpirt, zhduket. Por realisht do të shihni çikat e postimit që kam bëu, është pak i vjetër në fakt. Po kush do ta shohë mund të çoj linkun në mesazh, më çoni një mesazh privat. Smartphone dhe interneti, normalisht që të shkosh ke smartphone dhe ke interneti, normalisht do shkosh ke radio, zbulimi i radios, që zbuloj radio, jo radio, po telefoni, si më thon, me çu sinjali nga pika A në pikën B, janë dash 50 vjet. Mas 50 viteve që u çoj sinjali nga A-ja ke B-ja, u deshën 30 vjet për ta çuar në radio, 20 vjet për ta bërë televizor, dhe pastaj u bë kompjuter me radhë. Imagjino, desh 50 vjet me çu një sinjal nga pika A në pikën B me tel. Kjo është, domethënë. Po, do të çoj linkun, po më çoni një mesazh privat të çoj linkun. Do ta kërkoj, ta gjej, ta kopjoj, po më çoni një mesazh privat. Për punën e kësaj çfarë në momentet e vdekjes. Më thonë sa vdekjes. Hana ndikon në ngritjen e valeve, po, ndikon. Roma a beson se ekziston botë tjetër? Botë tjetër s'ka botë tjetër. Kjo që është. Unë nuk besoj në asgjë, as në shkencë, as në teknologji, as në metodat që kemi ne sot që janë më të mira. Ka metoda tjera që janë dhe më të mira. Unë gjithmonë kërkoj edhe metoda tjera për të gjetë. Se gjithmonë metodat e mia për të gjetë përgjigjet e pyetjeve i kam modifikuar gjatë gjithë kohës. Nuk kam ato metoda që kam pas përpara. Duke ushtu dije, duke ndryshuar metoda. Ndryshon çdo gjë. Ne jemi, si tha ai, ke Moby Dick, Nemo, kapitan Nemo, e lëvizshme në një botë të lëvizshme. Ne jemi gjithmonë në lëvizje, mobile në mobile. Oh, sa shpejt vjen mesazhi. Po, flet për konsciencën, për këtë mendjen tonë, çfarë kuptojmë ne si e shohim botën. Kurse trupi është kimi. Është ashtu procese kimike, s'ka asgjë. Energjia e kimike e trupit njeriu vazhdon punën njësoj siç kishte. Nuk ka asnjë ndryshim për anën kimike të trupit. Trupi vazhdon, nuk do të di fare se ç'ndodh me mendjen tonë, me trup, me kohë. Ai që shpiku orën, ora është një mekanizëm që përsërit vetë në vetë. Gjithkohës, ja, kjo është një orë. Lëvizja e kësaj, kjo është një orë, kjo quhet orë. Një lëvizje që lëviz shumë. Llogaritet koha, kur kjo është në të njëjtin pozicion dhe unë mund mas kohën në këtë rast. Ai që e ka marrë këtë pajisje që përsërit veten dhe e ka përdor për orë, ai e ka përcaktuar një orë të caktuar. E ka vënë vetë orën. Nuk është se e dinte, po e përcaktoi vetë orën. E ka thënë, kjo është ora 12 e ditës se dielli është në kulm. Edhe e ka nis, i ka vënë startin asaj. E kemi bë vetë. Nuk e dinte, po e përcaktoi vetë. Shpirti është thjesht iluzion, nuk është gjë reale. Përkraja nga shteti, jo. Përkraja më e mirë nga shteti ndoshta është ti më rahat. Mënyra më e mirë për të filluar mësu fizik është ta kesh dëshirë. Po patë pasion, je direkt në temë. Është ndihma më e mirë, më e fuqishme, pavarësisht nga niveli që ke. Po patë pasionin njeriu arrin të pa imagjinueshme normalisht.
Ti mendon se jemi pjesë e evolucionit, po jemi pjesë e evolucionit. Po. Në Italia fizika marrë, për fizik. Shpirti është energji në transformim. A ka mundësi që njeriu a ka mundësi të lëviz njeriu në univers? Ka, normalisht, ne lëvizim. Çfarë lloj lëvizje? Energjia e zezë. Energjia e errët është energjia që zgjeron hapësirën. Pse hapësira zgjerohet? Ç'është kjo forcë që e zgjeron hapësirën? Jo konstant, me nxitim. Ndërkohë që vepron një forcë ke një trup, nëse një trup lëviz me nxitim, ke ky trup vepron një forcë. Universi zgjerohet me nxitim, atëherë ka një forcë që e zgjeron këtë univers me nxitim. Dhe kjo është energjia e errët. Me dërgu provimin e fizikës ta zgjidh. Normalisht e mira është që ta zgjidhim bashk, jo ta zgjidh unë. Futemi në një live në Skype kështu e ta zgjidhim bashk. Jo ta zgjidh unë, ta jap zgjidhme. Normalisht nuk është gjë e mirë normalisht. Nuk të ndihmoj, bëj dom ashtu. Ajo është dom. Po që i zgjidhim. Futemi bashk, ta shpjegojmë bashk. Bioteknologji, normalisht është ardhmë e teknologjisë, kjo është ardhmë, kjo është. Këto çakrat janë çuditëra normalisht, nuk janë gjëra reale. Tifoz unë nuk jam tifoz me asnjë, unë nuk shoh futboll fare normalisht. Fare. Dega e fizikës në Vlorë u mbyll. Ky që ka lajm skandaloz normalisht, ha, si është? U mbyll dega e fizikës në Vlorë? Kush do shkoj për fizikë? Wow. Po un kam një vit që flas tu, nuk asnjë asnjëri nuk i shtu dëshira për të mësuar fizikë, ë? Kam një vit, un pasa më fol kohë. Atëherë unë do mbyll TikTok-un pra, leje fare, s'e ka gjë kjo punë. Ë? Po dal me humje. Si ti bëhet se punë? Të mbyllet dega e fizikës? Më i mirë. Normalisht unë desa po sakrifikoj, po dal live, po flas me juve, ndërkohë që ka të tjerë fizikanë më të mirë se mu, edhe s'flasin, i bi që nga një anë jam më i miri tash. Se duhet të flasim gjithë tash. Ne duhet të flasim gjithë, unë i bi ti më i miri. Jo më i miri si fizikant, po më i miri si njeri. Që flas për fizikë. Si ka mundësi të zhduket ta iki dega e fizikës në Vlorë, kjo është lajmi më i keq normalisht. Po të kenë TikTok, të kenë Facebook kanë, gjithë kanë Facebook. Të gjithë kanë Instagram, s'kanë TikTok. TikTok ka mundësinë që unë të flas live, të tjerët e kanë live, por nuk është se, domethënë, unë shkoj aty ku ka njerëz më shumë. Këtu vin njerëz më shumë. Mo ta hap në Facebook për shembull, kam një maksimumi ose 2 veta, rasti rrallë. Edhe në YouTube jam fut, normalisht asnjë s'është fut. Kam ne 20 minuta çere korizmë, asnjë jam fut 2 veta, 1 a 2. Edhe, domethënë, këtu vin njerëz. Mësuesi duhet të jetë aty ku janë njerëzit. TikTok, çado që të jetë, unë do mundohem të jem aty ku janë njerëzit. Kjo është gjithë puna. Ja, unë do të them tash që unë do vi në Tiranë, domethënë nga mesi i shkurtit. Dhe kush dojë që të lejmë takim, ulëm nga trim nga një vend, më shkruaj mesazh privat dhe do ulemi, do lejmë takim një orar, edhe të flasim live në 3D pastaj. Apo 4D si quhet. Unë kam shpjeguar si ka nis gjithçka, kam bërë 2-3 postime për këtë, edhe postimi i fundit për konstante kozmologjike për këtë ishte, si nisi çdo gjë. Ika prej të ardhmes, e ardhmja normalisht më tërhoqi këtu. E tashmja më shtyu, e ardhmja më tërhoqi. Kurse e kaluara më tërhoqi nga mbrapa, fakt, se e kaluara s'mla, po. Jo, s'jam pedagog në universitet tash, jo, në Kanada është vështirë të futesh në universitet, po më bëj shkollë. Po bëj shkollë për këtë punë. Megjithëse jam 65 vjeç, unë prapë do mundohem të shkoj në shkollë, edhe mësoj të bëj, nuk më rrihet, domethënë kështu jam gatu. Edhe kjo është dom për ekonominë e shtëpisë për të gjitha, po prapë hajt më. Mërkuri kuq nuk ekziston, se po ja
65 a 70 e kam arru tash, se kur musha 65 vjeç nuk maj men mos e sa jam. E kam lënë, s'ka kuptim. Kur të mbyllë kjo rama TikTok se nuk po faleminderit Big Dori. Koha është relative, ne kemi orën biologjike. Normalisht disa njerëz duken më të plakur, disa më të rinj, se është koha biologjike e cila ka lidhje me plakjen e mrençme trupit, e cila nuk është gjithmonë njësoj me orën e murit. Nuk plakesh asnjëherë njësoj. Toka është sferike. Po 65 vjeç, po normalisht varet sa menon, ë. Është bene masi, thosh jam më i masi që duhet normalisht. Njeriu plaket normalisht vetëm kur menon se është plak. Po, nështë do ketë kloni me linë, jo linë, po. Ajo dhe shumë gjë e mirë, pasaj njeriu mund marri trurin, e ta shoj një trupi të ri, edhe pasaj praktikisht ai është i ri. Normalisht duhet bën disa formula tjera që të bashkohet teoria kuantike me relativitetin. Relativiteti nuk ndryshon, është fiks. Kuantika është afërsisht e saktë. Do gjeti teori tjetër me qëllim që bëhet e saktë dhe kjo, e të bashkohet. Del vetë pasaj, nuk ka nevojë ta bashkosh, po u bë teoria kuantike subkuantike më e saktë, që të saktë, atëherë do jetë direkt kontakt me gravitetin. Do jetë një. Kjo di një gjë që s'di gjë është menemasi, normalisht, është pak menemasi, se normalisht që të thush që di një gjë është shumë. Prap. Megjithëse thu që s'di gjë, po prap është shumë e vështirë. Se gjithmonë dim më pak se ç'mund të mendojmë se dim pak. Është nëse lumbe lojë fjalësh pak po. Antimateria. Ora astronomike nga ora dorës, nuk është se ka ndryshim, një ashtu ka, ora natyrës juan të dyja, ora natyrale. Ora biologjike është tjetër. Skleroza është dëmtimi i trurit, domethënë. Skleroza është problemi i trurit që njeriu shkatërrohet truri nga mrena dhe nuk prishin kontaktet. Po u prishin kontaktet e neuroneve, çdo kontakt është një memorie. Humb memoria. No. Mirë si e ti, si ke qenë? Gagarin Armstrong. Normalisht Gagarini ka qenë më i pari, po është më ne të dy janë në një fushë, nuk mund të them, nuk ka konkurrencë aty. Ato janë bashkë. Nuk e kam filtrin e alfa, bën $2.000 filtri e alfa. Për nëse kam marrë. Lujsha, e kam qefsha, por që Einsteini ka Niels Bohri, po Niels Bohri tha, më mirë bota kuantike shifet me afërsi se sa me saktësi. Ose më saktë, ne nuk e shohim dot me saktësi botën kuantike. Por realisht, bota kuantike është e saktë, nuk është nashta. Neve nuk e shohim dot për momentin. Tashti është -8, po ka një javë që ka qenë -12, -14 gradë temperatura. Fryn erë, duket ai fillingu është si 20, ftofët. Sa momente të ngrin balli kur fryn era, sigur do të bit fikët duket nganjëherë kështu. Aq shumë ftofët. Duket e pabesueshme sikur ka shku, po ja që ka shku. Ka shku. Nuk është e vështirë shkosh në. Po ta shpjegoj, kam bërë një live i fundit në YouTube është për këtë. Ka shku apo s'ka shku njeriu në hën. 2 live të fundit që kam bërë në YouTube. Jo, obitin me mas kategorikisht nuk e arrin shpejtësinë e ditës. Normalisht. Unë tash që jam këtu, unë du të jem në Shqipëri. Ja, këtë ardhin në Shqipëri tash mas në mes të shkurtit që do vi, mezi e pres. Më pëlqen Shqipëria, është më mirë. Megjithëse unë isha më mirë në Shqipëri, po pyetësh më unë jam mësuar në Shqipëri. Unë kam marrë tash i vonë këtu, kështu që s'ambientohem unë me këtë vend këtu. Më duket vend koti. Shqipëri, Evropë ka gjallëri. Tu është si fshat. Megjithëse unë jam Montreal, jam qytet shumë aktiv. Montreali ka 4 milion njerëz. Vje puna mu praps më ngrof kjo. Nështë nuk se mund të ishe qik më gjallëri si Evropë, si gjysë Evropë. 3 vjetë kam që kam nga Shqipëria. Ka lezet Shqipëria. Shqipëria njerëzit zgjut, aktivitet. Dhe i në njët natës rinë zgjur në për lokale, flasim gjallëri. Kurse tu ora 5, këtu është si shtetërrethim. Në orën 5 tu në alon çdo gjë. Mosha e vërtet, 48. 48 mosha.